Allahut i kanë më së shumë të frikë ato që e kanë dije, ato që e njohin Allahun xhaleshanu wa xhaleshanu. Ti si ta njofish Allahun që është një, si ta njofish që Allahu sheh, të ni, Allah i di këtë senet, se një mshefesh Allahut, kimi pas frikë Zot. Ta ka pare, ka dituri, ama nuk i ma lidhjet e familjare, nuk i ma lidhjet me vllavin, nuk i ma lidhjet me motrën, nuk i ma lidhjet me nipat, nuk i ma lidhjet me mixhën, dajën, tezën, hallën, nuk i ma lidhjet me kusheret. 5 dinari ka bon gjep, 5 dinari ka bon gjep. Dikush jam une, teri gje ka vesh, sa kojën ta she fuk pi maskë, krati qetë, kjo është pele kosh. Se ti ki ka bon 3 dinari kon gjep, ki ka bon, u ka bon farmalli maf. 3 dinarë dhe ki shkel, nuk e ka gajle, kur ta veti shteri gje, shka ki hangër, buke gjizmër e ka hangër. Sa që ki njeri, i cili ka dituri, ka mal, edhe i frikët Allahit, nuk i ban padrejtësi familjes, edhe nuk i ndër hak fukarajës me malin shka e ka, thot fe hua fi afdalil manazil, thot që ki është në kategorien më të mirë njerëzore. Gjennetul Firdausin gjithve nasip në i ban inshallah. Të dashurit e mi, sot jemi në komentin e disa fjalëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Ebu Kepshe el-Enmari radiallahu anhu, një sahabi, një shok i Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili tregon se në një rast prej rasteve, thot, kur e une shkova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta taku, për ta përshëndet dhe për të ul me ndëgju nga mësimet e Resulullahit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shini, edhe sahabet janë kon të angazhum si kur ne, bile edhe ma shumë se ne. Dikush thot valla une nuk kam vakt, ta ka hoqë, së më përshkojnë ligjerat, së më përshkojnë ders, se kam pun, edhe sahabet kanë punu. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ato që janë munu ta fitojnë rëskin, kanë bot tregti, kanë punu në ndërtimtari, kanë punu me tokë, janë munue me profesionet të ndryshme ta sigurojnë rëskin e fëmijëve edhe antarëve të familjes, dhe thot kur kam kohë, shkoj e vizitoj pejgamberin alayhis salam, por jo gjatë. Sepse njeriu, të dashurit e mi, njeriu ushqejet me 2 sende. E para ushqejet me ushqim që e ushqen stomakun e vetë, barkin e vetë, e mirëmban trupin e vetë, dhe ushqejet me ushqim të shpirtit, që është Kurani, hadisi, zikri, leximi Kuranit, bamirësia, banja, e veprat mira, ato janë ushqim për shpirtin. Sot njerëzit të cilët virën, e mysin vetveten, e mysin nga ngushtesa e shpirtit, që ato nuk mujnë me gjetë harmoni, nuk mujnë me gjetë lumturi. Këtë mirat i ka për me hangër, për me vesh, për me hetë sen, ama nuk o i knas, pse nuk mundët ta ushqeje shpirtin e vetë. Edhe për atë arsye, ato që e pranojnë fejen islame sot në Evropë, kur i pysin për shka, thot që këtë rahati, kur e kumë thonë shahadetin, që e kumë gjetë, këtë rahati, edhe këtë knatësi, edhe këtë lumturi, harmoni, thot e kumë kërku me vjetë. Ndërsa na musliman nuk e hetojnë për shkak se e kemi direkt nga lindja. Direkt për kur lind, nana e baba musliman të kanë eduku në frimën islame, ti e ki, po s'ja di vlerën, si kur një njeri është i shëndosh, edhe nuk ja di vlerën shnetit, kur ta hupe, atëre fillon thot, kur i kisha kom të mija, kur i kisha dur të mija, thot kom nisë mos me pa mirë, mrejësha mu ka paracit, thot nësi, në të pamurit, thot dishka larkë, sëm po sho, sëm po marrë me ledzu, po du të me vnu gjizlik, kur i kisha si, që atëre ja di vlerën, sepse e ka humb, ne u dhubilla njeriu me humb imanin, njeriu me humb knatësien e imanit në shpirtin e vetë dhe në zemrën, atëre fillon të jetojë ngushtesën e shpirtit. Dhe të jeni të bindshëm, ai musliman i cili e ka imanin në shpirt, kur zvarët. Ai musliman i cili e ka imanin në shpirt, kur se merr drogën.
Ai muslimani i cili e ka imanin në shpirt, kur se vret kërkan. Ai muslimani i cili e ka imanin në shpirt edhe janë nina mbëlsira në imanit, kur nuk e shkel babën e namën. Po kur ti shkele këto norma, kur ti anise me shkel ligjin e Allahut, ta dini se ai nuk ka më mërënësirën e si ka metë më kur gjo, nuk e nin ambëlsirën. Edhe ki sahabio thot, shkova për ta knoç sinin tem, për ta knoç shpirtin tem. Çdo herë që shkojshna te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nishna një knatësi, e nishna një rahati. Kur ti vetish njerëzit për shembull kur vinë xhami ditën e xumë, thot u knoça. Shka tha hoxha, valla se di shka tha, maj, na ka knaq. Ha? Shpesh bën vaki kjo. U knaqëm. Shkum të ravit e filan xhamia, u knaqëm. Pa i su knaq veç me fiskulturës. Qullu. A ju ka knaq me shpirt që nuk din t'ja tregoje definicionin. E pyt haxhin tavaf, të bon qabe tavaf. Për shka i të kajt, thot nuk e di u knaqa, thot agaq. U knaqa, o gjefendi, thot se atë knatësi që ka bëjni që këto se kom një, thot kërkon. Pse? Shpirti e lip ushqimin e vetë. Thot kur shkova të pejgamberi a.s. edhe ula. Nuk u ka ullë si ullën disa xhamatli, zoti inshallah në ullëzën neve dhe ata, a i unë gjëtë mini herë si ti e në gjami e lip zidin. Pështetet edhe kontrak, e asjene, e në mërë telefonin, edhe janë isë me lujtë me telefon. Oxha kalzon, s'kalzon, këndon, a u falë, as u falë. Yes, a e ka telefonin. Nuk, e ka fështirë me i thonë din. Sahabet, gjëmot jemi dashur, sahabet kanë bo gara, kush për delë qëtu për para nësa. Wallahi, billahi, të sëmur, transmetohet në librin e Imam Bukhariut, njerëzit të sëmur kanë ardhë mes dy njerëzve të shëndoshe, kanë mojtë në kra, edhe i ka thonë qëmë një të parin saf. Pse? Thot e kam dëgju pejgamberin a.s. Te burat safi më i mirë është i pari. Te gratë safi më i mirë është i fundit. Dërsa te burat safi më i keq është i fundit, te gratë safi më i keq është i pari. Duhet me bo garan pun të mira, jo veç me këshirë nefsin, kjarë më falë edhe minihere stacionosh, parkosh, vrërëc, në ato senzorat e tu drejt të mërmeri, klap. Jo, dil për para, munoje pak nefsin tanë, munoje shejtanin të ullësh trak, për i zatë zotit bëjsh sabër, valla thot, a ga oqë të të parin saft zemje nuk ka, e dit jo më i mirë se në zetë. Nefsi, ato shkojshin, ju afrojshin pejgamberit a.s. dëshin me ju afru të goja, për me i pa dhe për me i nije sa ma mirë, se s'kishtë atër e mikrofona, zvuqnika, më unit të kojshia, kur thire e zoni klub të gjamia. Jo, ato vishin herët, për ta pa pejgamberin a.s. shka po ban, si po livis. Këtë ishte mësim për ata, dhe thëshin mësane, e kam pa. Ishte nder dhe knatësi me transmetu dishka, me kalzu dishka nga ajo që e ka pa dhe ka një, apo e ka përjetu me pejgamberin a.s. Kish tash, po në mëson neve për një sen shumë të çuditshëm. Do shta e keni një, do shta nuk e keni një. Ki sahabia Ebu Kebshel el Mari thot, e ndëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na tha, që kështu na tha, tekstualisht, tha uhaddithukum hadithan fahfadhu. Tha unë kam ju të regu nisen, tha, mojni men mirë. Edhe unë e po ju tham juve gjëmot, mojni men mirë, që këtë që ka e ka thonë pejgamberi a.s. Dhe e ka përcel ki sahabijat e ne, ju së në gjenina për librat Shqip, se nuk ven rejni aj që i përkthend vere të erit që ki hadis i pejgamberit alisam të ta përkthej e tije. Që janë që ta Petrona, që ka o gjallar t'i ledzojnë edhe i zgedhin si kur ato lullet, kur ta formoj atë buketin. Gjdo hoqë mundohet në dersin e vetë, ta zgedha atë temën që ka me ju përshtat gjëmotit vetë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mojni men mirë. Tha inna me dunja li arbaati nefer. Në këtë dunja, tha 4 lloj kategoria të burrave të njerëzve, tha ka. Këtë dunja është për ato, 4 thashtë. Minë herë sahabët thonë, ja Rasulallah, kush janë ata dhe a është për të mirë, a është për të keq? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha e para, abdun razaqahu Allahu malen wa ilmen, fa huwa yattaqi rabbah fihi wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Tha e para, tha një njeri, kategoria e parë, një burr, një njeri, i cili Allahu i ka dhënë hem dije, hem i ka dhënë dituri. Subhanallah. Ja ka dhënë 2 flatrat për me fluturu. Tha që ki njeri që Allah i ka dhënë pasuri,
edhe i ka dhënë dituri. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Tha ai i ka frikë Allahut në mallin dhe në diturinë. Ka njerëz që Allah i ka dhënë pasuri, po si ka frikë Allahut hiç. A edhe ka njerëz që i ka dhënë Allah dituri, prap si ka frikë Allahut. Ndërsa Allahu i përshkruajti i tha inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Tha me të vërtet Allahut i kanë më së shumë të frikë ato që kanë dije, ato që e njohin Allahun xhaleshanu wa xhalal. Ti si ta njofish Allahun që është një, si ta njofish që Allahu sheh, thëni, Allah i di këtë senet, se një më shefesh Allahut, kimi pas frikë Zotit. Një njeri tha i ka dhënë mall edhe i ka dhënë dije, ai tha i ka frikë Allahut, pastaj wa yasilu fihi rahimah. Që këtu kina fabriçki defekt. Kina defekt ma. Tha ka pare, ka dituri, ama nuk i ma lidhjet e familjare. Nuk i ma lidhjet me vllavin, nuk i ma lidhjet me motrën, nuk i ma lidhjet me nipat, nuk i ma lidhjet me mixhën, dajën, tezën, hallën, nuk i ma lidhjet me kusherent. 5 dinari ka bon xhep. 5 dinari ka bon xhep. Dikush jam une. Teri gje ka vesh sakojën tash e fuk pi mask, e di? Krati qet, kjo është pele kosh. Se ti ki ka bon 3 dinari kon xhep. Ki ka bon, u ka bon farmalli madh. 3 dinarë dhe ki shkel, nuk e ka gajle. Kur ta vetish teri gje, shka ki hangër buke gjiz, mëre ka hangër aj. A i ka hangër buke gjiz. Nana vet i ka bon përshesh me kos, i ka bon përshesh me qaj, tash, thot, une e ha më në gjesin, pak me gjuhën zigluse, ka fjallin e ha, thot, filan restoranin. Kur u bone mëre ti qashtu? Kur u bone ti qashtu? Thot unë se për fili, e thirë vlavi vetë, thot unë jam filan takimin me filan restoranin, nuk kam vakt më marrë me juve. E thirë motrë o vlas të kom pa, që sa ko s'kam vakt, thot unë. Subhanallah. Kjo është realiteti që e ka thonë pejgamberi a.s. para 1404 të kusur vite. Tha ki njeri, tha i ka frikë Allahit, i ka frikë me diturien, i ka frikë me mallin. Kur ta marrë zhvesh se motrën e ki keq, një moji. Kur ta marrë zhvesh se e ki e vllavin keq, një moji. Kur ta marrë zhvesh se kanë nevoj për t'i këshilloj me diturien tënde. Tha që ki njeri, i cili ka dituri, ka mall, edhe i frikët Allahit, nuk i ban padrejtësi familjes, edhe nuk i ndër hak fukarajës me mallin shka e ka, thot fe hua fi afdalil manazil, thot që ki është në kategorien më të mirë njerëzore. Ma i miri kush kana, a i dishmi edhe pasaniki që ju një mon tjerve. Ki kana kategoria ma e mirë e njerëzve. E dyta, tha wa abdun rëzakahu Allahu ilmen, wa lem jerzukhu malen, fa hua sadikun nije, jakullu lo anë li malen la amiltu bi ameli fulan, fa hua bi nijetihi, wa ajruhu ma sewa. Thot edhe kategoria e dit një njeri, i cili Allah i ka dhon dije, ama si ka dhon pasuri. Ka njerëzi fukara, por janë krenar, janë me dije, janë me shkollë, ka plot studentat të cilët janë në studime, ndoshta e merr sendviçin pi te shtëpia, ama Allah i ka dhënë dije, edhe ai s'ka mall shkoje taje McDonald's, Big Burgera, hamamat, softa, mishnat, prishta, edhe mu krenu në për Instagram e Facebook e rrjetin social, e merr sendviçin e hapi te shtëpia, ama është krenar. është krenar se Allah i ka dhënë dije, kur dalë ai para babës edhe nonës, të kallëzoje për medicin, e veshat mantilin e bardh, e i vnon ato mjetet që i përdorin mjek. Krenari është për poplin, krenari për milletin, krenari për vatanin, krenari mësë shumë ti për prindin, nanën edhe babën. Fukara, si ka dhënë Allah i pasuri, ka plot që kësi kategori, ka punëtor, a më tisën e blenat, kur? Punëtorë, shkon punon, qanë drun, qel kanal, qel bunar, ndërton zidna, përzin malter, ama është krenar, nuk mundët zdo kusht luje me ta bleje atë dhe ta kreje për unë që shdo. Jo, pse? Allah i ka dhonë njohurit Zotit, Allah i ka dhonë njohurit Islamit, njohurit shkencave, a i ka dije. Por, dë një herë edhe a i thot, lakmon thot, të kisha pas, Allah i të më kishë dhonë, ja kësha dhonë filanit një ndim, ja kësha ndërtu filanit një shpi, ja kësha një mu filan studentit jetën, ja kësha boket, thot edhe ajo është sa dikun nije, është i sinqert në njetin e vetë.
thot fe ajruhuma sawa. Subhanallah. Tha ki edhe ai I cili ka dhonë, kategoria e parë, sevapin tha e kanë njësoj. Dënjëherë ti don ki merak me zgat dorën të hasra xhamisë, ki merak me inimu një jetimit, ki merak me inimu një studentit, ki merak me ndërtu një spital, një xhami, një shkollë, ta ndërtesh një rrugë, ti vënosh do drita ama skije, veç I thu vetë, kisha pas, vallahi e kisha bon, ama jo me goj. Jo me goj. Gojarisht jo, ko plot shka thojnë, atë kisha pas e kisha bon, se ban, kur të vere darsëm, ven ajo këngëtar ka e gostivarit e shkupit e kujdun e pikujit, ja fuk 50 euro. Pse ja fuk 50 euro? Fugi 50 euro të studenti, fugi 50 euro të jetimi, fugi 50 euro të skamnori cili s'ka shtaj drun për me nëzhe familjen e vetë. Bleja një kubik drun. Pse këngëtarkës? Harami më I madh në jetën tënde është me I dhonë pare muzikantave. Do me I dhonë muzikantave, në ti dhonë mërë si kam I gjgajle une. Unë e ka zë që shka thotë Korani, gjunojnë matë matë shka kime e bo, haramin matë matë shka kime e bo, në pasurien tënde, është me I dhonë të pangjijës pare. A më është, po këtë shkoje me ndjematësia. A shqiptari ko me ndjematësia, dalë para qere, të jabaj gishtin kështu, të gjuare, fatse, vade, ki u ka bon, e di ku shoki. Kur një farmali nuk I e, hiq. A I cili fuk pare, këngëtarit edhe të pangjijës e në kujdi unë e kujna, ative prej shejtanjatve, ta dije si I ka I ndërhak e vladit vetë, se s'ja ka pagu shkollën si duhet, s'ja ka ble patikat për sport si duhet, s'ja ka ble mbulesën si duhet, s'ja ka ble shpijës koltuqe si duhet, shko një ep muzik, ta dije se në ditën e kiametit se livrit komën e vetë, pa e dhone e sapin e qëtive pare. Po, thot ta kisha pas, e kisha dhonë, edhe është sa dikun nije, është I sinqert në nijetin e vetë, thot aje ka se vapin si kura I pari. I treti, thot wa abdun rezakahu Allahu malen, walem jerzukhu ilmen. Thot edhe një njeri, I cili Allahu I ka dhon ati pare, ama si ka dhon dituri. Ka dikush pare, ka sa dush, ama shapshall është, s'mer vesh kërgjar. Kloshar. Anim se ka para, prap kloshar është. Pse? Po s'mer veshaj, a s'di ku duhet me dhonë, a s'di ku duhet me nimu, a s'di si duhet mu sill me pasurien që e ka. A I thot, nuk I ka frikë Allahut në pasurien e vetë, edhe nuk I ka frikë Allahut në farefisnien e vetë. Thot edhe shkon tu shkatru me malin e vetë. A I ki pa, do me bon dishka, a I që ka pare edhe është gjahil, do me thonë ignorant, a I nuk di edhe shka ban, I ban dam kojshijës, I ban dam mahalës, I ban dam komunës, I ban dam qytetit, I ban dam shtetit, I ban dam kejtve, mas shumë t'i ban dam vetë vetës. Thot edhe ki është në kategorien matë keqe të njerëzve. Dhe katërta, thot është rob I Zotit, I cili nuk I ka dhonë Allahi as pare, e as dituni. Thot e ki, s'ka shka të boje, e thot një sen, kisha pas pare, kisha bo si qaj, I cili s'ka dituri. Ka plot që kësi. E vetë me të dhonë Allah 1 milion euro, thot o gjonë me mi dhonë Allah 1 milion euro, shkoj Palma de Mallorca. Shkoj në Dubai. Habibi, kom të Dubai. Allah. Pun të madhe pas ke bon. Që I ki dalë a gje, mëndzi pret t'i boja një 120 euro, ti hipe autobusit, shkoj me këto agencionet në Turki, edhe të këtseje nani. Pun të madhe ka bon ki. Kloshar me dije, pa pak upsh në pare, e në shka thot, unë të kisha pas, mundësi kisha pas I filoni. Shka ban? A e ki pa athaja. A I dha, koshnica s'ka për kërgjon, shka ti vere këtu e ban me dorë. Po veç hajvani shka ti vere këtu e ban me dorë. Insani jo. Allah I Gjeleshanu e Gjelele ka kriju insanin me men, e ka kriju me zemër. Hajvanit si ka dhon, I ka dhon tru, men si ka dhon. E dikush është hajvan, a I nuk e di se shka ban, e shkel njerin, fmijen e shkel midis araqinës, hitë se ka gajle. Hajvani nuk e shkel, a e shkel. O gjo, po I kanë nuk kamera, ta ti e në 500 kamera me I vnu, e në 500 burgje me ishti, a e hajvan, a I smer vesh. A shkelet mëre fmija, a vozitet mëre keri, 70-80 saatën në mahal mrena. T'jemi drejt, t'jemi me vedije se shka bojmë. Disa pun, I kina mëre dalash,
po e ka emnin Luan, po e ka emnin Flamur, po e ka emnin Hasan, po e ka Isen, shqiptar, me atë amblemin e shqiptarijës në balë, badijava kur nuk o insan. Badijava. Ti e rut e vladin tanë, ti e rrit e vladin tanë, ti e kshir e vladin tanë, si kur sinin tanë, e shlën që ti të dera, qkoj në shkollë, vendi kush ta shkel fëmijën, e në ma banë halal. Ku ka mërë ashtu? Ku ka ashtu? Ku egziston? Cëllën qitap egziston? Unë të ta shkeli e vladin e mësane, a ga oq, apo ven me i pajtu? Subhanallah. Prom, mu lejmru njoni thajë ka ndodh një bela, apo ven me i pajtu? Po mirë, pëse se thirët hoxën para se me bo bela? Apo pëse se ngut hoxën para se me bo bela? Po kur po bot belaja, hajde aga os t'i pajtosh. Jo. Unë e piktu i tha më gjallarve, mos shkoni. Mos shkoni. A i cile ka bëho belajen, ne ta heke gjeza. Nuk ka pa gjeza. Hajde ti mledhmi burat edhe falja. Ska. A i cile ka bëho e vepër penal, jep logari para ligjit, edhe para Allahu Gjeleshanu o Gjeleshanu. Ne e lusim Allahu Gjeleshanu zemra tonat në pastron. Ne e lusim Allahun Gjeleshanu rinien ton në islam të uzon. Pleqve ton t'i jepi mërgjatë shëndet të plot, të smuntit t'i shëron, të burgosurit pa fajshëm t'i liron, t'i dhrumt me zvetet t'i pajton, Jannatul Firdausin nasib në i ban, e kullu ma të sme'una, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, en ilhamdulillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala al-Fatiha.